në një tregim simbolik të një debati mes diellit edhe erës. Biseduan dielli dhe era mes veti dhe thanë, kush ka mundësi mja zhvesh robat njeriut? Era tha unë, tha bëhen fortun, tha ja zhveshi robat tha njeriut edhe e zhveshi krejt. Hajde tha dielli, ma se ti po thue se ti e zhvesh urna. Hyni dielli nërhije, nër masreve u fshef, edhe ja dha mundësin erës. Era filloj me fri, u bo fortun, sa ma shumë që frike era, a i ma shumë u veshke, edhe ma shumë u pështelojke, edhe ma shumë u shtëngojke. U munu era, fortun e madhe u bo, bati ama, s'muti me a zhvesh raket. Dhe me ashpërsi, me vrull, me vrashësi, sa ma shumë që frike, ki sa ma shumë u veshke, u bo edhe ma i trash, do më thonë me tesha dhe ma i fort. E tha era, tha ja, valla, tha s'mujta, tha dilli lene mu. Si ke dilli mas reve i fshehur, dul kadal. Tamam dul dilli ki filloj me hek paltën. Filloj pak ma shumë me nxe, hek edhe setrën. Filloj pak ma shumë me nxe, hek edhe këmishën. Edhe dilli me ngrotësin e vetë, me butësin e vetë, e të zhveshi krejt njerin, pa pas nevoj për dhunë dhe shpërsi, edhe pse u munu fortuna dhe era me zhvesh se zhveshi. Andaj edhe ishte mësimi dhe porosia, se atë që e bën me ngrohtësi, atë që e bën me butësi, atë që e bën me solidaritet dhe dashuris, mund është ta bësh me dhunë dhe ashpërsi dhe vrashësi. Andaj, majnë me ke shembullin e diellit dhe erës një jetë, që nëse donë me di se si ka mundësi me ndiku dhe me pas ndikim të tjerët, atë mere parasysh këtë shembull, do të fitosh me lejen dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa ta'ala.